Në një nga vendbanimet më të vjetra në Europë, në Buqez, buzë liçenit të Ohrit, ekipi kërkimor i Universitetit të Bernës dhe arkeologët shqiptar përkryen kërmime intensive. Ambasadorja e Zvicrës në Shqipëri, Ruth Huber, teksa ndoqi punimet në terren, vlerësoi kontributin e vazhdueshëm të ekspertëve dhe theksoi se projekti është një nismë shkencore e rëndësishme që hedh dritë mbi historinë e Europës. Për ne si ambasade e Zvicrës në Shqipëri është shumë i rëndësishëm ky bashkëpunim i arkeologëve nga Universiteti i Bernës me arkeologët e Shqipërisë në një projekt që po zhvillohet prej disa vitesh. Për ne është shumë mirë që të shohim këtë lloj bashkëpunimi mes ekspertëve, me trajnime të përbashkëta dhe shkëmbimjorish. Në Lin shoh se ka një potencial të madh për zhvillimin e turizmit, ndaj jam shumë e lumtur që ndodhem këtu. Arkeologu shqiptar Adriana Anastasi bën të ditur se janë drejt përfundimit të fazës së parë të kërkimeve, ku janë dokumentuar materiale të shumta arkeologjike. Faza e parë mbaron 15 korrik, por jemi në mes të punës, të fazës së parë, jemi shumë të kënaqur për atë që po bëjmë. Kemi në përfundim sondazhin e nënujit të parin, ndërkohë që jemi në përfundim edhe të sondazhit në tokë. Kemi gjetur material të bollshëm arkeologjik, qoftë në nivelin e qeramikës, qoftë të veglave të punës, të kockave, të gurit. Janë marrë analizat për studime më të thelluara në nivel kampionesh. Zbulimi më i spikatur është një gardh i madh mbrojtës prej druri, i ruajtur në ujërat e liçenit, që konfirmon strukturat e banimit dhe organizimin e komuniteteve të lashta në këtë zonë, thot drejtuesi i ekipit zviceran Albert Hafner. Gërmimet kanë mundësuar përsëri rezultate shumë të mira. Mund të konfirmojmë se ky është vendbanimi më i vjetër në Europë, me materiale druri dhe organike të konservuara. Është shumë i veçantë sepse gjetjet janë shumë premtuese dhe ne e dim që për 2000 vjet me radhë, pra rreth viteve 6000-4000 para lindjes së Krishtit, këtu kanë jetuar njerëz. Zbulimet në Lin po rrisin interesin ndërkombëtar ndaj trashëgimisë kulturore shqiptare.